Mirëmbrëma të nderuar shikues e ju adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkte nga palestra Sezai Suroi në Prizren, ku do ta hapim xhiron e 23 me duelin ndërmjet Proton Cable Prizrenit dhe Peos. Kjo nuk do të jetë ndeshja e vetme për natën e sotme, pasi do të zhvillohet edhe dueli tjetër mjaft interesant, ai ndërmjet Borës dhe Sigal Prishtinos në kryeqytet. Starton edhe dueli, topi i parë përfundon jashtë vijave. Një çështje e hapur të cilën e ka lërë kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, Arben Fetau, do të diskutohet faktin nëse do të ketë zgjerim të ligës dhe do të kemi edhe dy skuadra të tjera. Do shohim ende ka kohë për atë. Vjen tentimi për 3 pikë nga Arti Hajdari, kapiteni realizon për t'ju përgjigjur Terrell Bekut në anën tjetër që i realizoi pikët kundërisht skuadrës së tij, edhe një herë sakt Terrell Bek. Ukaj bukur ai aksion i pejanëve. Griciunas në kosh arrin të realizon. Lancel Smith do të tenton për 3 pikë, realizon, vonohet mbrojtja e skuadrës së Peos. Da Syla gjen Terrell Bekun që është në mismatch në kosh me Arti Hajdarin. Marrë avantazhin ekipi Prizrenas. Arti Hajdari realizoi për 3, tenton edhe një herë, është i sakt Hajdari. Arti Hajdari deri në fund shkon, arrin të realizon në disponim mjaft të mirë sonte. Johnson tenton për 3 pikë, bllokohet nga Griciunas. Marrin topin pejanët Ikpe deri në fund me super ngulitje. Tristan Ikpe e konkretizon kundërsojmë të pejanëve. Që është edhe përsia më e thellë sonte. Mysafirve me gjithatë dal në skenë. Ndryshohet Lancel Smith, lëvizje të bukura, do tenton edhe një herë për 3 pikë, jo kësaj radhe, por Da Syla më i larti në kërcim, lëvizje mjaft e bukur. Pasimi gabuari Dardan Berishës, top i humbur i pejanëve në kundërsulm. Edmond Kuryeziu realizon. Është më e thella sonte e skuadrës së Proton Cable Prizrenit. Amin Hot. Aksion fenomenal i pejanëve që Tullio Da Silva e përfundon në mënyrën më të bukur me ngulitje. Shohim pasimin e Hot tek Ikpe. Jordan Johnson. Da Syla do të tenton për 3 pikë, realizon. Ron Da Syla nuk arrin të realizon. Do me kthehet në duart e Dardan Berishës që do të tenton edhe njerë për 3 pikë, është i sakt kësaj radhe. Morzell deri në fund, nuk arrin të qëllon, por nga plani i dytë vjen Tullio Da Silva. Da Silva nuk e gjen hapësirën të tentojnë, gjithsesi bukur debërton aty. Amin Hot, asistim fantastik i tij në kosh tek Morzell në anën tjetër deri në fund, nuk qëllon, por Griciunas nga plani i dytë edhe një herë. Shohim Hot gjithë vetë shkon deri në fund, bukur dëbërton. Treshe, teksa të kemi kundërsojmë në anën tjetër. Edmond Kuryeziu realizon tek Griciunas. Dardan Berisha për 3 pikë, realizon edhe një tjetër treshe e Dardan Berishës. E as Trilion Shala nuk arriti të e përmirëson. Morzell në anën tjetër deri në fund shkon, realizon e ndaljet edhe në mënyrë të palejuar, do tjetë edhe në vjen e gjuajtjes lirë. Në anën tjetër blokade Tristan Ikpe. Arti Hajdari për 3 pikë, realizon edhe njerë. Arti Hajdari aty ku e la. Smith tek Da Syla. Jordan Junior, lëvizje mirë e tij, e kthen topin tek Terrell Bek për 3, qëllon i përgjigjet Hajdarit. Hajdarit në gjysmë distancë, nuk qëllon, e shpëton edhe njëra top. Kthen tek Morzell që tenton për 3, edhe një tjetër treshe. E kthen tek Hot. Arti Hajdari edhe njerë për 3 pikë, edhe një herë i sakt. Treshja e 4 nga 5 tentime. Pika e 14 për 28 me 26. E 20 sekunda tashmë në përfundim të pjesës së parë. Peja shpërthyse ishte në qerekun e dytë, fal tresheve të
Ja falja të për Morzellit teksa Arti Hajdari jo kësaj radhe, por nën kosh është aty Tristan Ikpe për ta përmirësuar. Hajdari e gjen depërtimin deri në fund, nuk qëllon, por Morzell për ta përmirësuar është aty. Towns deri në fund, nuk qëllon, por përmirësojnë bashkëtarët teksa në anën tjetër. Terwell Beck shkon deri në fund. Në topin tek Tristan Ikpe. Kohet Arti Hajdari, i cili është në disponim sonte. Vjen edhe treshja e 5 kësaj palestre dhe dim performanca që ka pasur me Proton Cable Prizrenin. Ndërsa në anën tjetër në sekundat e fundit debërton Jordan Johnson. Jordan Johnson tek Edmond Kreziu. Në debërtimin e Terwell Beckut, i cili edhe njerë treguhet i sakt. Jonas. Bukur ai top tek Morzell. Nën kosh arrin në sekundat e fundit të aksionit të realizon. 14 sekunda për aksionin e skuadrës së Proton Cable Prizrenit. Lenzo Smith, bukur tek Dasyla, i cili shkon deri në fund. Amin Hode ka një treshe më në fund vjen. Dhe do të mungon skuadrës së Bashkimit e do t'jetë një mungesë shumë e madhe për Prizrenasit. Në duart e Lenzo Smith. Dualet për treshe, realizon Smith. Berisha realizon për 3 pik. Towns tek Berisha. Për një tjetër treshe, Dardan Berisha edhe njerë është i sakt. Bukur ai top i Jordan Johnson tek Lenzo Smith. Mon Kreziu gjetë të depërton vetë deri në fund. Arrin të realizon. Ikpe, Dardan Berisha për 3 pike edhe njeri sakt. Treshja e 5 edhe për Dardan Berishën dhe pika e 19, tashmë më i miri në fush. 53 me 78 sekundat e fundit të qereku të tretë ndeshjes. I ka 19 si dhe Arti Hajdari me 17. Vjen përgjigja nga Jordan Johnson në anën tjetër. Towns do të thënë për 3 pikë në sekundën e fundit të aksionit realizon. Pika 9 e tij. Towns debërton vetë deri në fund, qëllon. Kundërshton më është Bland Matoshi, bukur e kthen top tek Tullio da Silva, i cili realizon. Do të kemi zëvendësim, Uka i përgatitet të futet në lojë. Smith tenton arrin të realizon për 3 pikë. Johnson e gjen depërtimin deri në fund. Jordan Johnson arrin të qëllon. Topin e marrin Prizrenasit. Terwell Beck deri në fund shkon arrin të realizon. Nuk arrin të realizon. Kundërshton Nixha, qëllon, time out i kërkuar nga trajneri i PES. Edo Kreziu për 3 qëllon. Lenzo Smith. Jordan Johnson gjuan për 3. Është i sakt Jordan Johnson. Pika e 16 e tij. Nixha do të tenton me njerë për një treshe me të rikthyer në fushër. Jo, Nixha qëllon. Pika e 6 e tij. Amin Hot tenton për 3 pikë, realizon. Nixha deri në fund, jo Nixha paraqitje mjaft e mirë sonte e tij. Absolutisht krijoi përsipe 34 pikëve. Ndërsa trajneri Krashovec ju dha lojtarëve me lojti në kërcim. Morzell deri në fund shkon arrin të realizon. Dominim absolut i PES, nuk pati ndonjë historik kjo ndeshje, vetëm qereku i parë ishte i barabartë dhe që nga qereku i dytë gjithçka foli në të mirë të skuadrës. PES më i dalluar ishte Dardan Berisha me 19 pikë në 16 minuta lojë.